Personi të infiltruar atë nuk ju pas një nga kontrollet nga 6 specialistët mjekësor, megjithatë, ati ju dashën jo më shumë se 2 minuta e pak sekonda për të siguruar nënshkrimet dhe vullat e tyre pa u kontrolluar fare, dhe dokumenti i cili u sigurua nga ky proces është ky dokument që mban mbi shkrimin certifikat shëndetësore. Në të janë emrat e 6 specialistëve shëndetësor, të cilët përmes nënshkrimeve dhe vullave të tyre japin miratimin se personi ka kaluar të gjitha kontrollet dhe testimet e kryera me sukses. Në të janë Nade Morina, specialiste psikiatrisë ose neuropsikiatër, Aziz Hamzaj, specialisti neurologjisë apo neuropsikiatër, Hektor Elizi, specialisti mjekësisë familjare, Servi Mustafa, psikolog klinik, Qëndresa Çollaku Bajraktari, oftalmologe, dhe Selver Huduti, otorinolaringolog, mirë po bazuar në xhirimet e zhvilluara si dhe deklaratin e personit të infiltruar, asnjë nga kontrollet e parapara me ligj nuk u kryen. Krejt procesi për me marrë certifikatën shëndetësore nuk ka zgjatë ma shumë se 2-3 minuta. Fillimisht në kanë thirrë me emra mbi 10 persona, e më pas kom hyrë në 2 zyre të ndryshme ku nuk më është bë asnjë kontroll e as nuk jam ul hiç. Mirë po mjekët vetëm e kanë nënshkruar me radhë dokumentin dhe i kanë vendosur vullat. Të vetme pyetje që ma kanë bë ka qenë në fund se çka punoj. Dhe kur i kom tregu që janë bo me ratë me blenj një armë, komendi nga ana e tyre ka qenë me hek stresin. Ndërsa kur i kom pyet nëse u kry me që kaq, njëra punëtore aty me ka thënë jo, dhe duke qeshe ka vendosur shenjan e tikut me kimek te katrorin në dokument, ku shkruan se është i aftë dhe me këtë me ka thënë tash u kry.